Bëm një parantezë, një hyrje për të rikujtuar pak se çfarë ka ndodhur më përpara. Në fakt këto pasazhe janë një përmbledhje e gjithë kapitullit 8, por jo vetëm në fakt, fillon që nga kapitulli i parë i Romakëve, që nga vargu 16 dhe deri këtu. Dhe është një përmbledhje e gjithë ungjillit. Po të shikosh libri i Romakëve ka një strukturë të mahnitshme ku tregon se si zemërimi i Perëndis vjen përmbi bijtë e mosbindjes i quan Zoti njerëzimin dhe njerëzit që nuk njohin Perëndin. Dhe më pas na tregon se paga e mëkatit është vdekja dhe më pas na tregon se si është e mundur që vetëm flijimi i Krishtit do të mund të paguante për mëkatin tënd përpara Perëndis. Dhe më pas kapitulli 8 na tregon për mundësinë duke filluar dhe duke thënë që nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Në fakt vazhdimësia e kapitujve nga 9 deri në 11 na tregon pak për Izraelin, për rolin që ka Perëndia me planin që ka për Izraelin. Nga kapitulli 12 deri 16 është aplikimi praktik i të gjithë letrës çfarë Perëndia na ka treguar. Pra deri te ky kapitull na tregohet, na cilësohet, na jepet në mënyrë kaq të qartë ungjilli për të cilin kemi kaq shumë nevojë. Interesante është që këto pasazhe që lexuam së bashku, këto fjalë, kanë një seri pyetjesh që vetë autori i ngre, jo për ndonjë arsye tjetër, por për të na sjellë në realitet. Pasi na ka treguar të gjitha këto gjëra, ai vetë kërkon të ngrer një lloj forme kundërshtie për të deklaruar, për të cilësuar atë që tha më sipër. Dhe për krah pyetjeve që nxjerr, shumë interesante është që jep edhe përgjigjen që kemi shumë nevojë. Pali në fakt autori i letrës së Romakëve është realist. Ai ngre pyetje për të na përgatitur me përballjen me jetën, pavarësisht se ti si besimtar mund të dish të vërteta, deri tani, kur del në jetë, kur del në realitetin për te derës, pyetjet fillojnë nga më të thjeshtat deri më të vështirat. Vetë jeta do të sfidojë në të gjitha ato që ti beson. A beson me të vërtet? Le ta shohim në praktik, thot jeta. Sepse kur ulesh në kishë apo kur je ulur në një vend ku predikohet fjala e Perëndis, wow, shumë mirë, unë jam mirë, por kur del vërtet në jetë, aty përballesh. Pali sfidon përmes këtij realiteti që ne do të përballemi nëse nuk jemi përballur, ato që ka thënë deri tani, në mënyrë që ato të jenë të ngulitura në qenien dhe në jetën tonë. Keni parasysh, një gjë është interesante, fjala e Zotit asnjëherë nuk i druhet pyetjeve. Shumë interesante është në shumë besime të tjera, nuk duhet të pyesësh, nuk mund ta vësh fjalën e Zotit në pikë pyetje, e pra në shkrim, në Bibël, e vërteta ka qef të sfidohet, ka dëshirë të sfidohet, sepse e vërteta përmes sfidimit qëndron dhe mbetet e vërtet. Në këtë pasazh përballen dy forca negative. Forca negative e realitetit, të secilit prej nesh kur dalim aty jashtë, dhe forca e të vërtetës së Perëndis. Dhe autori jo pa qëllim i ngre këto pyetje, sepse janë pyetje reale që do të përballesh sot, nesër pas nesër, gjatë gjithë kohës së shtegëtimit tënd këtu në tokë. Dhe vërteta e Perëndis, a qëndron tek ti, a është e instaluar te ti? Dhe janë 4 pyetje, unë jam përpjekur t'i grupoj në 4 forma, që janë këto pyetje themelore që Pali ngre. Keni parasysh pak më sipër, tek hera e kaluar, Pali na tregoi që jo të gjithë njerëzit në botë, tani keni pak mendjen këtu se është fjala e Zotit këtu, jo të gjithë njerëzit në botë janë bij të Perëndis. Fjala e Perëndis na tregon që gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit, të bëra në imazhin e tij, vetëm ata që Zoti zgjodhi janë ata që janë bij të Perëndis. Ka një diferencim. Dhe mbani mend se si i tham radhën e parë, brenda njeriu ka disa lloj reagimesh në formë apatie, punë e madhe, shumica e njerëzve janë të tillë, një lloj grupi tjetër është i mërzitur, i zemëruar, po pse disa, sikur këta të jenë gjykatësit e botës, kurse vetëm një pakicë e vogël është grupi që thot,
O Zot, të dua që të isha unë pjesë e kësaj gjëje, të lutem, më fal, dhe dua të njoh ty. Ai është grupi që nuk bëhet gjykatësi i botës, ai është grupi që nuk lejon apatin ta mbështjell kur përballet me fjalën e Zotit, por është grupi që përulet përullësisht. Dhe kjo është nga karakteristikat e të zgjedhurve. Po cilat janë këto 4 pyetje? Thot, a ka ndonjë forcë që do të ndaloj të arrim për lëvdimin? Çfarë është për lëvdimin? Bani më nga era e kaluar? Na tregoi nga era e kaluar disa etapa. Tha, Zoti paranjohu të zgjedhurit, ata që do zgjidhte, Zoti paranjohu. Dhe fjala paranjohje na çon përpara krijimit, përpara se universi vetë ekzistonte. Përpara se koha të ekzistonte. A i dini që Zoti ka prodhuar, Zoti ka krijuar kohën. Koha nuk është mbi Zotin. Edhe një pyetje kur njerëzit thonë, kush e krijoi Zotin? Interesante është sepse në momentin që ti bën këtë pyetje, kush e krijoi Zotin, duket sikur Zoti futet brenda aspektit të kohës, sikur ka një fillim, sikur ka një mbarim, dhe dini çfarë? Koha na bëhet Zoti. Dhe Zoti që ne mendojmë na futet brenda kësaj kohe, sepse ne mendojmë që koha është mbi Zotin dhe Zoti është i nënshtruar kohës. Prandaj kur bëjmë pyetjen kush e krijoi Zotin, ne e marrim këtë perëndi, sado i madh mund të jetë në mendimet tona, dhe e futim brenda kontureve të kohës. Por fjala e Perëndisë na tregon që Perëndia është jashtë dimensionit të kohës, është ai që krijoi kohën, është ai që nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim, është i pari dhe i fundit. Është ai që përpara kohërave paranjohu. Çfarë do të thotë fjala paranjohu? Jo në aspektin që e dinte se çfarë do të zgjidhte, por duke parë se çfarë do të vendoste personi, por paranjohu do të thotë që Zoti vendosi dashurinë e tij dhe për këtë ne shkojmë në Dhjetën e Vjetër për të parë se si Zoti zgjodhi shumë njerëz në Dhjetën e Vjetër, paranjohu ata, zgjodhi dhe e pam nga hera e kaluar duke vendosur dashurinë e tij mbi ta. Kjo është paranjohje, që unë vendos, zgjedh të jap dashurinë time ty, jo për shkak se ti do të bësh diçka në të ardhmen, dhe tek kapitulli i Romakëve 9:11 na tregohet se zgjedhja e Perëndisë nuk është e kufizuar vetëm në veprimet tona, zgjedhja e Perëndisë është përtej kësaj gjëje. Dhe pasi na paranjohu, Zoti na caktoi, thot, paracaktoi. Pra vendos t'i jap dashurinë e tij dhe thot, kësaj kam për t'ia dhënë dashurinë time. Wow, që nga përjetësia. Dhe më pas ti fillon vjen në këtë jetë, në kohën e caktuar nga Zoti, fillon jeton jetën tënde dhe diku në udhëtimin tënd Zoti del, Zoti shfaqet në brendësinë tënde dhe ti kupton dhe ti vjen në njohjen e Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë na thotë kjo është thirrja që na u përmend te kapitulli i kaluar, ku Zoti të thërret në mënyrë specifike ty, mua dhe të gjithë ata që Zoti zgjedh, ku Zoti i shfaqet në brendësinë dhe ti fillon dhe ke dëshirë për ta njohur Zotin. Dhe kjo është thirrje efektive, thirrje që kurrë nuk do të mund të refuzohet. Fjala e Perëndisë na tregon që Zoti ata që thirri dhe i drejtësoi, jo vetëm i fali. Njerëzit flasin kaq shumë për faljen e Zotit, madje kemi edhe shprehje në shqip të fal të Zotit. Në fakt Bibla na tregon për më tepër se sa falje, na drejtësoi në Krishtin. Wow, kjo është madhështore. Keni parasysh çfarë po na thot Bibla është që në momentin që ti pendohesh dhe thua Zot, të lutem, më fal, unë dua të njoh ty, çfarë ndodh? Bibla thotë që drejtësia e Krishtit të vishet ty dhe mëkati tënd i kalon Krishtit. Ndodh një shkëmbim mbinatyror fantastik, ku gjithë mëkatet e tua, të shkuara, të tashme dhe të ardhmes, transformohen dhe shkojnë te Krishti dhe ai paguan për mëkatet e tyre dhe ti vishesh me drejtsinë e Perëndisë. Dhe për ata që janë të zgjedhur, kjo është madhështore. Kjo është madhështore. Po do të ketë një forcë që mund ta ndaj dhe të ndaloj udhëtimin e një besimtari derisa ai të shkojë të takojë Krishtin? Kjo është pyetja e parë që bën autori.
Pyetja e dytë, a mund të përjetojë ndonjë ndryshim apo zbehje dashuria e Zotit për ne? Po ndoshta unë e prish rrugës dhe nuk qëndroj dot, dhe a mundet që Zoti të mos më dojë më? Ne kemi mjaft shembuj sidomos sot për martesa, kur dikush brenda martesës njëri burri apo gruaja thotë nuk ndjej më për ty, nuk të dua më. A ndodh kështu me Perëndin? A mundet që Zoti të ndryshojë dashurinë e tij? Është frikë normale që mund të ngrihet një pyetje e tillë. E treta thot, shumë interesante, a është dikush apo diçka që do të mund të ngrejë një akuzë për dënim final? A jam i sigurt që për shkak të vdekjes së Krishtit unë do të jem me Perëndin për gjithmonë? Dhe pyetja e fundit është, po sikur të dështoj ndërsa përballem me sfidat e jetës? Po sikur të rrëzohem teksa përballem me këto? Kështu që pa humbur kohë le të kthehemi tek thesari, tek fjala. Dhe thotë kështu, çfarë do të themi pra për këto gjëra? Për cilat gjëra? Për ato që thamë më sipër, që Zoti të paranjohu, Zoti të paracaktoi, Zoti të thirri, Zoti të drejtësoi dhe Zoti të përlëvdoi, thotë madje edhe në kohën e shkuar. Çfarë ishte përlëvdimi? Ishte momenti kur ti do të jesh përjetësisht me Perëndin, kur ti do të vdesësh, do të kalosh nga kjo tokë direkt në prani të Perëndis. Dhe jo të gjithë njerëzit kalojnë. Keni parasysh kur vdes dikush në rrjetet sociale, sidomos sot e kësaj dite, të qoftë dhe ujë lehtë, qofshi parajsës apo kujt diun urime ose thënie të tilla që dalin përzemërsisht nga shpirti i njerëzve të tjerë dhe nga dëshira e tyre. Por realisht, ku shkoi ai person? Realisht ku do shkosh ti? Dhe gjithmonë çështja është, po unë kam bërë mirë, vetëm mos e ngri veten aty, se nuk mundesh dot të përballesh me drejtsinë e Perëndis. Mos thuaj nuk kam bërë keq, sepse ke bërë keq. Mos thuaj që unë kam bërë mirë mjaftueshëm, sepse nuk mund të krahasohesh me lavdinë e shenjtërisë së Perëndis. Aty ku dhe engjëjt, thot Bibla, mbulojnë kokën, krahët dhe këmbët, sepse nuk mund dot të shohin ballë për ballë Perëndin. E si mundesh ti, një qenie e rënë, kur në zemrën tënde valvitet fuqishëm mjaft lloj mëkatesh nga më të ndyrat? Jepi pak vetes mundësi dhe do ta shohësh se çfarë ke brenda teje. A mendon se je i paqt? Le të vijë një stuhi e vogël dhe ta shohim atë paqen tënde. Dhe njerëzit shpesh fajsojnë të jashtmen, ambientin, atmosferën të tjerët, edhe unë vetë. Shpesher në ndodh që e bëjmë të gjë. Ky e ka fajin që unë u inatosa, kjo gjë e ka fajin që unë u mërzita. Në fakt jo, ato gjëra janë vetëm si shkopja saj kafes, që hidhet për të trazuar sheqerin dhe ta bashkoj aty brenda. Situatat e jashtme që ne edhe ti unë dhe përjetojmë, nuk janë gjë tjetër vetë se ai shkopi që tregon se çfarë ka brenda teje. Nëse nuk do të ishe kaq i zemëruar, çfarë do të ndodhte rreth teje, nuk do të zemëroheshe. Por tregon që ka zemërim të fshet aty brenda, ka mosfalje, ka hidhërim, ka inat, ka çfarë të duash ti. Jepi vetëm mundësinë dhe njeriu e shfaq. Pra çfarë do të themi për këto gjëra, për cilat gjëra? Për ato që thamë më sipër. Interesante është që ky proces nuk ka për të ndalur ndonjëherë, thot Bibla. Paranjohja, paracaktimi, thirrja, drejtësimi, përlëvdimi nuk ndalet në mes. Atë që Zoti ka thirrur, atë Zoti do ta çojë deri në fund. Dhe autori thot, nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? A ka ndonjë forcë edhe ndryshe që do të na ndalë rrugëtimin ton si besimtar? Nëse Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje? Dhe lind pyetja, ka ndonjë forcë që mund na ndalë në rrugëtimin ton? Bibla na nxit të shohim botën përreth nesh jo thjesht me optimizëm, por me realizëm. Për të shkuar në finale me Zotin, mbajini mend të gjë, nuk ka rrugë të shkurtër. Për të shkuar në finale me Perëndin, nuk ka rrugë të shkurtër. Mos harroni kur thot, shumë interesante, nëse Perëndia është për ne, kush është kjo për ne? Kundër nesh. Kush janë këta ne? A janë gjithë njerëzit që jetojnë në botë? Jo, janë vetëm këta që Zoti thirri. Dhe pyetja është, po ti, a je thirrur?
Unë, po patjetër që jam thirrur. Nga e di ti që e thirrur? A e di cila është arsyeja dhe mënyra se si ti e di që e thirrur? Kur ti pendohesh dhe dëshiron të njohësh Krishtin, kur ti dëshiron të bëhesh i ngjashëm me Krishtin, ku motivi pse jeton është të njohësh Krishtin. Nëse nuk je i tillë, nuk je i thirrur ende, dhe po t'i jepet mundësia, mos e lër ta anashkalohet kjo gjë. Është për ata që e duan Zotin, ata që janë thirrur sipas qëllimit të Tij për të bërë të ngjashëm me Birin. Ky lloj ngushëllimi është ofruar gjithmonë vetëm për besimtarët. Imagjinoni pak Zanafilla 15 kapitulli i parë. Zoti është mburoja jote, i thot Zoti Abrahamit. Nuk i thot të gjithë njerëzve që jetojnë në kohën e Abrahamit, por specifikisht i thot Abrahamit. Psalmi 23 që ne sapo e kënduam, thot Davidi, edhe sikur unë të ecja, jo gjithë njerëzit në botë, në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Është personale, jo thjesht turma, unë, mua. Pyetja kur ngre autori kush mund të jetë, nuk do të thotë që nuk do të ketë, por që nuk do t'ja dalë në përballjen për të fituar. Mos harroni se këtu bëhet fjalë për mbrojtjen e shpëtimit deri në përlëvdim, dhe jo thjesht për një mbrojtje fizike. Mbrojtja fizike e Zotit nuk është premtuar për të gjithë besimtarët. Kemi shembull nga fjala e Zotit ku shumë besimtarë janë ekzekutuar, kanë kaluar përmes shumë situatave të vështira, dhe Zoti nuk ka vendosur mbrojtje fizike për të gjithë, sepse kështu ishte plani i Tij. Por për ata që ka vendosur, e vetmja gjë që ka siguruar Perëndia është një mbrojtje që shpëtimi yt kurrë nuk do të mund të humbas. Disa Zoti lejon të kalojnë përmes sfidave të mëdha, siç e di ai dhe e cakton ai, sepse ai është Zoti dhe ai di se ç'bën. Por mbrojtja për shpëtim është garantuar nga veti i shenjti, nga i lashti i ditëve, thotë libri i Danielit. Ky është një premtim i mrekullueshëm që tregon se nuk ka sfidë që të heqë shpëtimin. Pse? Sepse mbahet dhe jepet prej Tij. Favori atëror i Zotit është më se i mjaftueshëm. Vini re fjalën e parë që thot aty, nëse Perëndia. Fjala nëse, shumë interesante, është që nuk supozon edhe për një mundësi negative, po që se, por në fakt ka kuptimin e gjendjes plotësuese, me që nëse Perëndia është me mua, jo po që se, por me që nëse është plotësuese, dhe është për të na dhënë kuptimin se diçka që të na rrëmbejë nga shpëtimi nga dora e Zotit, që ta bëj këtë gjë duhet të jetë më e madhe se Zoti. Dëgjoj mirë, që të rrëmbejë dikush nga dora e Zotit, duhet që të jetë më i madh se Zoti. Dhe autori po thot, meqense Zoti është me ne, me ty, kush mund të jetë kundër, kush mund të jetë më i madh se ai për të hequr nga dora e Tij. Vini re foljen është në të tashmen, nëse proceset mësipër që tham para njohu, para caktoi, thiri, drejtësoi, madje dhe përlëvdoi na tregojnë në pamjen e madhe dhe janë të shkuar për të treguar që ka përfunduar kjo pjesë. Kjo thot është. Pse? Sepse sfidat që ti do të përballesh do të jenë të tashmen. Do të përballesh shumë kur të dalësh jashtë me sfidën, meqense Zoti është me mua, a do të ketë diçka kundër meje? Dhe do të vinë momente të ndryshme që do të bëhet realitet kjo sfidë, dhe kjo është në të tashmen tënde. Por bëjnë gjithmonë pas pyetjen kur të vinë ky moment, duke i thënë, po a mund të ketë ndonjë gjë që është më e madhe se Zoti për të më rrëmbyer nga ai? Vargu 32 thot, ai që vërtet nuk e kurseu birin e vet, dëgjojeni mirë se sa thellësi është tu. Ai, Perëndia, që vërtet nuk e kurseu birin e vet, por e dorëzoi për ne të gjithë, për këtë ne të gjithë, për besimtarët, si nuk do të na dhuroj hirësisht bashkë me të edhe të gjitha gjërat?
Pyetja e dytë që ngrihet, a ka ndonjë mundësi që dashuria e Zotit të venitet ose ndryshojë? Keni parasysh shembullin që u dhash me dy bashkëshortësh, po ja nuk e duam më njëri tjetrin, ndryshuan shumë gjëra. Nuk ndryshojnë gjërat për Perëndin. Perëndia nuk ndryshon. Bibla thotë që Zoti është i njëjtë dje, sot dhe përjetë. Çfarë lloj sigurie i jep qenies njerëzore? Ta di që Zoti nuk ndryshon, nuk është Zoti me dy mendje, nuk është Zoti që thot një gjë sot dhe nesër tha, po dalë se unë mendova diçka tjetër, ashtu siç ne bëjmë shpesh. Fjala e Perëndisë na tregon që ka siguri tek Perëndia, tek krijuesi i qiejve dhe të tokës, ati që të endi që në barkun e nënës, ati që të solli në jetë, ati që është me ty në çdo moment, dhe atë që sytë e tu kanë për ta parë ballë për ballë një ditë kur të mbarosh udhëtimin tënd. Po a ka vërtet mundësi që të ndryshojë dashuria e tij të venitet? Absolutisht jo. Nuk e merr të mirëqen përgjigjen autori, por e ngres si pyetje sepse e di se do të vinë momente kur secili prej nesh, ndoshta dhe seriozisht dhe realisht, mund ta vërë në dyshim këtë pjesë. Kur të ndodhesh përballë sfidave të mëdha në jetë, mund thuash, o Zot, po a vërtet më do? Shumë sfida po kaloj, mos ndoshta po më ndëshkon? Çfarë po ndodh me mua? A më do? Sidomos kur ti sheh të pavlerën tek vetja dhe nuk e di se pse mund të doj Zoti. Interesante është që ne si njerëz jemi mësuar të duam dikë vetëm për shkak të vlerës që ai mund të ketë. Kurse Zoti nuk ka një dashuri të tillë. Zoti nuk na do për shkak të vlerës, sepse dhe vlerën ai na e ka dhënë, por na do për shkak se ai zgjodhi të vendos dashurinë e tij mbi ne. Interesante është një shembull më ka mbetur në mend që më ka treguar dikush. Thot, vajti një person të bler domate. Edhe puna e Zotit është si puna e këtij personi që vajti të marrë ca domate dhe zgjodhi më të lodhurat. Dhe tha, me këto kam për të bërë një sallatë të mrekullueshme, sepse është mjeshtër. Dhe kështu bëri Zoti me ne, të lodhur siç ishim nga mëkati dhe nga ndyrësia, na mori dhe është kaq mjeshtër i mrekullueshëm sa mund gatuaj në mënyrë perfekte për të nxjerrë atë që ai dëshiron. Kështu që mos shiko të pavlerën brenda vetes dhe të vësh në dyshim dashurinë e Perëndis, sepse nuk është Zoti si njeriu. Në fakt autori na e argumenton përgjigjen, na jep arsye. Vini re, çfarë thot? Edhe jo vetëm këto arsye, por ka edhe një seri mësimesh për ty dhe për mua aty, për karakterin dhe për veprën e Zotit. Vini re, fillon si një deklarat ky varg, ku thot, ai që vërtet nuk e kurseu birin e vet, por e dorëzoi për ne të gjithë, si nuk do të na dhurojë hirësisht bashkë me të gjitha gjërat? Është si një deklarat. Ai që ka bërë këtë gjë na tregon një fakt, një ngjarje, jo thjesht bazuar në ndjenjë. Zoti nuk na do me ndjenjë të bazuar thjesht tek ndjenja. O sa të dua, se të dua. Jo, Zoti na do, thot fjala e Perëndis, në mënyrë të qartë dhe të bazuar në realitet. Dashuria e Zotit është e bazuar në veprën e Krishtit. Aty e ka bazën dhe aty do qëndrojë. Nëse Zoti do të mohojë vetveten, atëherë ka për të mohuar dhe ty. Nga e dim se Zoti na do. Nga e di unë se Zoti më do, sepse na krijoi. Kjo është arsyeja? Jo. Nuk është kjo arsyeja që të bën të mendosh se Zoti të do. Pse? Po të sfidoj pak. Sepse Zoti mund të ishte edhe një qenie e egër, e ndyrë, që mund të krijonte. Të krijosh nuk do të thotë që domosdoshmërisht që mund ta duash. Mund të krijosh për shumë arsye. Por nuk është kjo arsye pse Zoti të do, sepse më krijoi, sepse edhe një qenie jo e mirë mund të kishte krijuar nëse kishte këtë aftësi. Por sepse Zoti, thot Bibla, dha, jo mori.
prej teje, prandaj të do se ti u solle mirë. Keni parasysh prindit kur mësojnë fëmijët e vegjël, kë do më shumë mamin apo babin? Nëse më do mua, hajde këto 2 lugë. Keni dëgjuar shprehje të tilla që dhe ne shpesh i kemi përdorur edhe vet, një dashuri të kushtëzuar dhe ne mësohemi që në vogëli me këtë lloj dashurie të kushtëzuar. Dashuria e Perëndis nuk është e tillë. Vini re çfarë thot, sepse dha, jo mori, por dha, po kë dha, birin më të shtrenjtin e qellit për më të rënin e krijimit. Dashuria e Zotit nuk mund të vërtetohet nga përjetimet e të tjerëve, por dha birin. Kjo nuk ka fjalë, kjo nuk ka kundërshti, nuk lë vend për dyshim, sepse vetë data sot numëron 2026 vite. Ishte ai që ndau historinë. Kur thot Bibla Zoti dha birin e tij, na tregon për një kohë 2026 vite më përpara. Vet kalendari, kur ti dëgjon, kur ti shef në telefonin tënd, vëre që ka 2026 vite nga kush? Nga koha kur Zoti dha birin. Dhe jo vetëm kaq, por vazhdon ta fokusoj dhe ta forcoj më shumë këtë shprehje. Vini re foljet, nuk e kurseu, thot Bibla, e dorëzoi përsëri në të njëjtën fjali, për të vuajtur për mëkatet e të zgjedhurve. Arsyeja pse erdhi Krishti, kjo ishte për të vuajtur për mëkatet e tua, për të bërë magnet për të marrë mëkatet e tua. Ka një mendësi sikur Ati ishte pasiv në udhëtimin e Kalvarit të Krishtit. Në fakt, Ati nuk ishte pasiv në dhënien. Fjala dha nuk është pasive. Tek Isaia 53 është një pasazh i mahnitshëm. Qindra vite përpara ardhjes së Krishtit, Isaia profetizon në një mënyrë sikur ta ketë parë çfarë ndodhi me Krishtin. Madje foljet, po ta vësh re, që na tregon Isaia janë të shkuarën. Po pse? Sepse Bibla thot përpara themelimit të botës, Krishti vdiq, u therr qengji për mëkatet. Na tregon për rolin aktiv të Atit tek Isaia, kur na thot i pëlqeu Zotit ta rrihte. Wow! I pëlqeu Atit të rrihte birin. Te Gjoni 19:11 thot, autoriteti dhënë prej së larti që ju dha Ponc Pilatit ishte prej Atit. Këtë i tha Zoti Jezus Pilatit. Te Vepra 2:22 thot që dora e Zotit kishte caktuar. Te 2 Korintasit 5:21 thot kështu. Zoti bëri mëkat. E bëri që të ishte mëkat atë që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Kryqi nuk ishte rastësi, por ishte i mirë planifikuar prej krijimit, përpara themelimit të botës, përpara se Adami të mëkatonte. Kryqi i Krishtit nuk ishte plani B, sepse mëkatoi Adami dhe u mblodh paria e qiellit dhe tha, çfarë të bëjmë tani? Kryqi i Krishtit ishte caktuar përpara themelimit të botës, përpara se të krijojë Adami, përpara se Adami dhe Eva të binin, përpara se ti dhe unë të ekzistonim. 1 Pjetri 1:18 na thot që ai u therr përpara themelimit të botës. Nuk mund të pengohet shpëtimi yt nga asgjë dhe nga askush, sepse asgjë nuk u kursye për të blerë. Dëgjoj mirë këtë, për ty person që dëshiron të njohësh krijuesin tënd, kupto këtë gjë. Zoti nuk është një skllav pronar që pret dhe kënaqet me disa shërbëtorë dhe me ca të tjerë mërzitet dhe është e kanjos. Perëndia është Perëndia i mrekullisë, është Perëndia i qiellit dhe i tokës, Perëndia që nuk ka të përshkruar me gjuhën njerëzore, është ai që nuk kurseu as birin e tij, por e dha. Po kur e dha? Kur ne ishim ende mëkatar, kur ne ishim ende armiq të tij. Zoti nuk na tha bëu i mirë, pastaj të pranoj. Perëndia na mori kur ne ishim ende të endur në udhëtimin ton
Dhe vini re fjalën që thot aty, nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ai që vërtet nuk e kurseu, kë nuk kurseu? Lekët e xhepit, që ndarkat e fundit, keni parasysh njerëzit kur duan të japin për dikë që është në nevojë. Janë këto GoFundMe në internet që njerëzit japin diçka her pas here se ju vjen keq. Vini re çfarë thot? Perëndia dha, po çfarë dha? Birin. Jo thjesht një njeri martir, jo thjesht një njeri të krijuar, jo një njeri të adoptuar, por ai ishte nga përjetësia, ishte në gjirin e Atit, ishte fjala që u bë mish, ishte një në esencë dhe në natyrë me Atin, ishte biri, gjë më e çmuar, dhe fjala bir është titull. Nuk është bir fizik që Ati pati birin fizik, sepse ky është një keq kuptim shumë i madh. Kur ne themi ti je biri Shqipës, nuk do thotë që Shqipëria të ka pjell ty, por është titull që tregon një identifikim. Dhe kur themi që Krishti është biri i Perëndis, është një titull për të. Po për kë e dha? Për bijt e Zotit, për ata që do të adoptoheshin, do të bëheshin të ngjashëm. Pse quhen ata që besojnë bijt të Perëndis? A e dini pse? Sepse do të bëhen, thot Bibla, të ngjashëm me birin. Prandaj quhen bijt të Perëndis, do të bëhen të ngjashëm me Krishtin, dhe ky është gjithë plani i Perëndis, që ata që ai i paranjohu, ata i paracaktoi, ata i thiri, ata i drejtësoi, ata i përlëvdoi. Pse të gjitha këto? Që të bëhen të ngjashëm me Krishtin. Shumë interesante është, njerëzit mendojnë sikur gjithmonë parajsën, e kam thënë edhe herë tjetër, e mendojnë çdo gjë të fokusuar rreth vetes. Po të pyesësh njerëzit e dalësh për të marrë një mendim, të thuash ç'është është parajsa për ata që mendojnë se është, çfarë do të thonë? Shumica do thonë, po ja, do jetë një vend i bukur shumë, pa probleme, pa situata të vështira, ca e mendojnë me një harp aty në re, ku e di unë, ca e mendojnë me lule, gjëra të tilla, me lëndina, ka njerëz që thonë unë pash parajsën, ishte me lëndina dhe gjëra të tilla. Bibla asnjëherë nuk na tregon në fakt për këto pjesë. Bibla na tregon për një fron në qiell dhe për atë që është ulur mbi fron, sepse aty është dashuria e zemrës tënde. Nëse ti do Perëndin, nuk ka rëndësi si do jetë përreth. Dhe shumë besime të tjera e bëjnë parajsën të fokusuar rreth njeriut. Ti do të kesh këto gjëra, ti do të kesh ato gjëra. Kurse në Perëndin, në Krishtin, ti do të njohësh, ti do të shohësh, ti do të soditësh ballë për ballë fytyrën e të shenjtit. Do të jesh me të në miqësi të përhershme. E kam thënë edhe herë tjetër, ne kemi një shprehje shumë të bukur që ja kemi harruar vlerën sot e kësaj dite, me atë që do t'i ron dhe në majë të malit. Nuk ka rëndësi vendi, ka rëndësi me kë je. Kështu është edhe me Perëndin në parajsë, aty në përjetësi kur do të jesh me të. Do të jesh me krijuesin, atë që shpirti yt donte. E çon si ka, do të ketë lule apo jo, do të ketë male, fusha, re dhe shumë gjëra të tjera. Rëndësi ka që do të jesh me atë që shpirti yt ka dashur. Sepse ai të bleu hyjnisht, të bleu me një çmim të madh, dhe kjo është dëshmi për favorin që ka Zoti ndaj teje. Kur thot të gjitha gjërat, vini re sa bukur e thot aty. Ai që vërtet nuk e kurseu birin e vet, kurseu dorëzoi për ne të gjithë, si nuk do të na dhurojë hirësisht bashkë me të edhe të gjitha gjërat. Shumë njerëz në përgjithësi jemi interesantë njerëzit. Kur themi këtë të gjitha gjërat, direkt mendja na çon, po ja, shtëpi, përderisa më dha Krishti do më jap dhe shtëpi. Përderisa më dha Krishti do më jap dhe punë të mirë, përderisa më dha Krishti do më jap dhe shëndet, përderisa më dha Krishti do të më jap dhe para. Jo, nuk premton këto gjëra. Kur thot të gjitha këto gjëra, cilat këto gjëra? Ato që para tha më sipër. Këto gjëra që kishte fjalën që Zoti na paranjohu, na paracaktoi, na thiri, na drejtësoi dhe do të jemi me të në përjetësi, dhe kjo nuk do të ndërpritet kur. Kur Zoti dha Krishtin, këto janë të padiskutueshme që do të ndodhin. Kur thot këto gjëra, nuk e ka gjërat që ti ke ndërmend, por ato gjëra që Zoti ka thënë aty në fjalën e tij.
pak më sipër. Pyetja e tretë na del tek vargje 33 dhe 34. Një gjë që bëjmë në fakt, që ta kuptojmë pak, kisha nuk është vendi ku ne shkojmë dhe bëjmë një kryq, kështu edhe kemi pak paqe. Kisha është bashkësia e besimtarëve ku mblidhen për të parë fjalën e çmuar të Zotit. Nuk na mbledh gjë tjetër përveç se fjalës së çmuar të Zotit. Nuk do të gjesh gjë tjetër përveç se fjalës së çmuar të Krishtit. Prandaj çdo gërm është kaq e çmuar dhe e vlefshme për shpirtin tënd dhe timin. Dhe pyetja e tretë në fakt që ngre autori është: a mund të gjendemi përsëri në një situatë dënimi dhe gjykimi? Nëse unë u shpëtova dhe unë besova në Krishtin, por unë do të ndodhë që do të bie në gabim. Nuk jam i përsosur, do të mëkatoj, do të bie në mëkat. Kemi dy shembuj në Bibël. Kemi shembullin e mbretit Saul, kemi dhe shembullin e mbretit David. Dy mbret njëri pas tjetrit. Dhe gjykoni ju pak, kush kishte mëkatin më të madh? E para. Mbretit Saul i tha Samueli, një prift që ishte dhe profet në atë kohë, i thot: të gjitha gjërat që do të kapësh nga harmiqtë tu, delet do t'i ekzekutosh. Dhe ai sapo ishte mbret për herë të parë, sapo po filloi po ndërtoi mbretëria e Izraelit në atë kohë për herë të parë, ishin ende të varfër. Tani këta fituan kundër një mbretërie shumë më të pasur. Dhe ky i thot tani, ta ishin duke u ngritur financiarisht në gjitha format për herë të parë, ky i thot mos mbaj asgjë. Vriti. Të gjitha delet çfarë ka shkatroi, hiqi. Ky mban disa nga këto, nuk i bindet, dhe për shkak se mban disa dele, që ky profeti kishte thënë mos i mbaj, këti i hiqet mbretërimi. Edhe ky si reagim thot, po pse, çfarë bëra unë në gjë të madhe? Okay? Tani keni parasysh të pjesë, kemi parasysh mbretin David tani. Mbreti David Zoti e kishte bekuar shumë, kishte arritur një status shumë të lartë. Ai sa nuk shkonte më dhe vetë në betejë, po çonte të tjerët. Dhe në rehatin e mbrëmjes së tij, shef gruan e një prej besnikëve të ushtrisë së tij dhe thërret dhe kryen marrëdhënie me të. Ishte gruaja e dikujt tjetër, e lë shtatzën atë. Kuptovi që e la shtatzën dhe çfarë bën? Thërret burrin e saj nga fronti i luftës. Dhe i thot, do t'jap sa ditë pushim, shko ri me familjen tënde, me gruan tënde. Pse? Që t'ja hidhte që ishte fëmia e tij. 2 herë u tentoi ta bënte këtë gjë, ai besnik nuk vinte. Aty flinte jashtë oborrit të mbretit. Shumë besnik. Pa çpa, mendosi një plan tjetër. I shkroi një letër komandantit të këtij ushtari duke i thënë merre dhe çoje në frontin më të vështirë, tërhiquni që të vritet. Pse e gjitha kjo? Dhe e dha letrën me këtë, që ky të jetë ai që do ta çonte. E pse e gjitha kjo? Që ky të vdiste në front dhe ky të merrte, të duket e njerëzit kaq i mëshirshëm sa mori gruan e këtij dëshmori të rënë dhe ky fëmijë tani ishte i ligjshëm. Dhe filloi dhe bëri këtë gjë, i vdiq, u vra. Dhe filloi tani kishte kamufluar gjithë historinë e vet. Cili nga këta të dy kishte mëkatuar më shumë? Ai që nuk theri ca dele, apo ky që mori gruan e dikujt tjetër, e vrau atë person, krijoi një imazh komplet gabuar te të tjerët. Patjetër, ne themi ky, Davidi, gabim. A e di çfarë si reaguan të dy kur u përballën me fajin e tyre? I pari kur u përballën me fajin e tij tha, po unë nuk bëra ndonjë gjë të madhe dhe vazhdoi të justifikonte gabimin. Kurse Davidi, thot Biblia, kur u përballë me fajin e tij, ra në dëshpërim dhe pendim përpara Perëndis. Dhe Biblia na tregon që Davidi ishte si një person që ishte sipas zemrës së Zotit, jo sepse bëri mëkatin më të madh dhe ky bëri mëkatin më të vogël, por sepse pendimi Davidit ishte një pendim i sinqert, i drejt për drejt ndaj Perëndis. Ai di si tha Davidi? Vetëm ndaj teje, tha Zoti, kam mëkatuar.
dhe në dëshpërimra. Po kur ti bëhesh besimtar, ka gjasa që do të biesh në mëkat përsëri? Po. Njerëzit mendojnë sikur besimtarë nuk do të gabojnë më kurrë dhe kjo është gabim. Do të biesh në mëkat, do të ndodhë që do të rrëzohesh, por pendimi sinqert është çelës dhe pendimi është hyjnor, nuk është njerëzor. Të pendohesh është hyjnore, nuk është njerëzore. Nuk arrin dot normalisht njeriu për shkak të krenarisë që ka që të pendohet. Por a mundet që të gjendem unë në një situatë që pasi të kem besuar Zotin, të mund të bie në mëkat dhe përsëri të gjykohem nga Perëndia në fund fare dhe të dënohem? Kjo sfidë bën dy gjëra. Ngre akuzë dhe dënon. Interesante është që Biblia na tregon tek Zbulesa 6:15-17 që Jezusi do të jetë ai që do të ekzekutojë gjykimin e fundit. Njerëzit do të gjykohen nga Krishti në fund fare. Këtë thot Biblia, secili prej nesh qoftë i përgjumur për shkak të ndryshimit të orës apo jo, mos haro, do të dalësh një ditë përpara fronit gjykatës të Krishtit. Të Krishtit. Ati, thot Biblia, ja dha gjyqin birit. Kush do të ngrejë një akuzë kundër të zgjedhurve të Perëndisë? Perëndia është ai që i drejtëson, jo vetëm i fal, por i drejtëson. Kush është ai që i dënon, thot pasazhi? Krishti Jezus është ai që vdiq, po për më tepër ai u ngjall, nga i cili është në të djathtë të Perëndisë dhe ndërhyn për ne. Shohim pak të fjalën të zgjedhurit e Zotit. Kush janë këta të zgjedhurit e Zotit që na flet Biblia? Janë ata që pendohen karshi Perëndis, që besojnë seriozisht në Krishtin. Janë të pakët. Mos mendoni që shumica, si thot Jezusi, shumica është drejt ferit. E gjerë, thot Zoti Jezus, është rruga për në humbje, por e ngushtë rruga për në jetë. Janë ata që janë ndarë me njan, janë ata që janë blerë me gjakun e çmuar të Krishtit. Pali përdor gjykate në këtë pjesë. Kush do të ngrejë një akuzë, thot, të zgjedhurit u pastruan nga Zoti, u drejtësuan nga Zoti. Çfarë akuze mund të qëndrojë më e vlefshme pas kësaj? Zoti nuk po mban me hatër, ai nuk po mbyll syt ndaj drejtësisë. Jo, ai pagoi shtrenjtë drejtësimin ton dhe më dëgjoni se kjo është një pjesë shumë e fortë. Ne ekziston, sidomos në Shqipërinë tonë të dashur, një përplasje kaq e madhe dhe e shohim të gjithë në rrjetet sociale dhe kudo, me padrejtësinë që bëhet në ligj, ku disa janë si të nënës dhe disa janë si të njerëkës. Dhe nuk po ndodh kjo gjë me Perëndin. Kur thotë që Zoti ka zgjedhur disa dhe të tjerët nuk janë zgjedhur, nuk po ndodh një padrejtësi e tillë. Më lër ta shqyrtoj po këtë nga Bibla. Akuza që bëhet në këtë rast bazohet në ligj, në të vërtet. Okej? Dhe dini disa gjëra shumë interesante për ligjin. Ligji nuk është i shkëputur nga Zoti, po flasim për ligjin e Perëndisë. Ligji nuk është i shkëputur nga Zoti. Ligji nuk ja ka lidhur duart Zotit, se s'kam ç'bëj, si punë një gjykatësi që i ka duart e lidhura nga ligji. Ligji buron nga karakteri i Perëndisë. Sepse Zoti është i drejtë, prandaj ekziston ligji. Ligji nuk është jashtë Perëndisë, por zbatohet, buron nga vetë karakteri i Perëndisë. Ligji nuk është mbi Zotin apo jashtë Zotit. Ligji buron nga vetë Zoti. Zoti nuk shkel mbi karakterin e tij, prandaj edhe Zoti është i drejtë. Ligji nuk është diçka e jashtme që e detyron Zotin, por ligji vjen nga Perëndia, buron nga karakteri i tij. Dhe nëse Zoti, dëgjoni mirë këtë, për njerëzit që mendojnë për shumë lloj formash besimesh të ndryshme, nëse Zoti do të falte pa ndërshkim, atëherë drejtësia do të ishte mangët. Një problem kanë të gjitha besimet, ku thot Zoti fal, sepse ti bën këto të mira dhe Zoti fal. Dakor, por për momentin mendo pak Perëndin. Nëse Perëndia në karakterin e tij është i drejtë dhe është i përsosur në shenjtëri, nëse Perëndia është i përsosur në dashuri, në të dyja le të themi nga këto vlera, nëse dashuria fiton, drejtësia na dele mangët, na kafshohet drejtësia, drejtësia nuk na dele plot. Ligji hahet. Po Zoti është Zot dhe Zoti mund të falë, po
Po Zoti ka një karakter brenda vetes që nuk mund të shkel mbi karakterin e tij, sepse është i drejtë. E pse duhet që dashuria e Perëndis të jetë mbi drejtësinë e tij? A keni parë njerëz që të thonë drejtësia e Perëndis është mbi dashurinë? Si ka mundësi që njerëzit janë gati të manipulojnë drejtësinë e Perëndis për shkak të vetes së tyre, për shkak se ju dhimbse të vetja, thonë që dashuria e Perëndis do të na falë dhe do kafshojë. Këtë nuk e thonë, po kjo del automatikisht drejtësinë. Nëse drejtësia kafshohet, Zoti është i pabesueshëm, sepse u prish karakteri i tij. Kjo është e madhe. Vetëm në Krishtin u plotësuan të dyja, plotësisht shenjtëri, plotësisht dashuri. Si ndodhi? Po pikërisht për shkak të karakterit që ka Zoti, laj qiellin dhe erdhi dhe u bë i ngjashëm me njeriu për të paguar mëkatin, ndyrësinë e njeriut. Në këtë mënyrë drejtësia u plotësua, në këtë mënyrë u plotësua gjithë shenjtëria, gjithë aspekti i ligjit që do të takojë ty ta plotësoje. Ai e plotësoi dhe bë zvendësimin e madh. Dhe po ky person vdiq në kryq për të paguar, sepse Bibla thot paga e mëkatit është vdekja. Paga e të punuarit në ndërtim është rroga. Ti punon në ndërtim me rrogën. Ti jeton jetën, mëkaton, do vdesësh. Pse? Sepse paga e mëkatit, thot Bibla, është vdekja. Dhe Krishti mori pagën tonë mbi veten e tij. Në këtë mënyrë u kënaq, u plotësua shenjtëria e Perëndis, por dhe dashuria e tij nuk ka vend tjetër. E dini miq, ka mbi 5.000 besime në botë. Mbi 5.000 besime. Të gjitha kanë një të përbashkët. Beso, bëj mirë dhe do shkosh në parajs, ku e vendosin gjithë barën e të bërit mirë apo jo mbi ty. Kurse krishterimi veçohet, duket qartë diçka hyjnore. Pse? Sepse Zoti laj qiellin e u bë njeri për të shpëtuar njeriu. Përjetësisht, jo me kushte, por për shkak të veprës së Krishtit. Prandaj kjo drejtësi përmbushet plotësisht, nuk është e mangët, nuk është e qalë. E kush mund të ngrer një akuzë kundër kësaj drejtësie? Kush mund të ngrer? Sepse në Bibël na tregon se marrëdhënia e njeriu me Zotin u bazua në marrëdhënie ligji. Zoti ka vepruar me njeriu në bazë beslidhi. Dakor, dhe kjo beslidhje buron nga Perëndia dhe është hyjnore, është kontratë ligjore. Zoti vetë dha ligjin dhe Zoti prezantoi njeriu me ligjin. Ligji buron nga karakteri i Zotit. Ligji është i Zotit dhe jo i njeriut. Zoti është iniciatori, administratori dhe gjykatësi përfundimtar i vetë ligjit. Çdo akuzë ndaj njeriut bazohet vetëm tek ligji i Zotit. Edhe nëse ligji i Zotit u përmbush në Krishtin dhe u plotësua në Krishtin dhe u pagua nga Krishti, a ka ndonjë akuzë tjetër që mund të gjykohesh? Dhe kush do ta ngrer një akuzë të tillë? Të drejtohesh nga Zoti është shumë më tepër se sa falje. Bibla thotë ti u drejtësove, jo thjesht u fale. Është çështje ligjore, është të kesh marrëdhënie me Zotin, sepse Zoti dha ligjin si bazë të marrëdhënies. Çfarë bëri biri në lidhje me këtë ligjin? Përmbushi në vendin ton, e mori mëkatin, u dënua në vendin tim, më zëvendësoi që drejtësia të mos kishte boshllëk, pagoi borxhin tim, drejtësia u përmbush në mënyrë hyjnore. Zoti na veshi, thot Bibla, me drejtësinë e tij, dhe të ka veshur me një drejtësi që të rije madhe. Por në këtë udhëtimin tënd toksor, teksa bëhesh i ngjashëm me Krishtin, do ta mbushësh dhe do ta plotësosh. Për shkak të Krishtit unë nuk jam më nën ligj, por jam nën hir për shkak se u përmbush drejtësia. Mëkatet, dëgjoni pak, nuk e thon besimet e tjera këtë gjë. Mëkatet e tua, të shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes janë fshirë, janë paguar nga Krishti.
Kjo është e frikshme, thonë ca njerëz, sepse i bie të kemi liri tani për të mëkatuar. Jo, thot Pali. Kjo gjë përkundrazi nuk do të bëj të mëkatoj, por kjo gjë do të jap ty lirinë për të zgjedhur, për të ecur në drejtësi, sepse ti nuk je më i shtrënguar nga ndyrësia e mëkatit. Nuk të ka vënë më lakun mëkati për të thënë, "Ha mo gënje si gjithë të tjerët, ha mo bëj këtë gjë si gjithë të tjerët." Ti je i lirë për shkak të Krishtit, që të ecësh në shenjtëri. Prandaj mos ki frikë të kujtosh që mëkatet e tua të shkuara, të tashme, të ardhme, tashmë janë marrë nga Krishti, janë paguar nga Krishti. Ti je i lirë. Biblia thotë, si thot Jezusi, kur biri të bën të lirë, je me të vërtet i lirë. Jezusi thotë, mos ki frikë o tufe vogël, sepse i pëlqeu Atit t'i jap mbretërinë. Nuk ka vend për akuzë kur ai të drejtëson. Miq, sa bekim është të njohësh fjalën e Zotit, sa bekim është ta marrësh dhe ta jetosh dhe të kuptosh se sa të çmuar jemi në sytë e Atit. Sa të çmuar jemi në sytë e Atit. Vargu 34, do shohim pak edhe këtë pasazh. Nuk arrim dot t'i mbyllim të gjitha, por deri këtu dhe do shohim për herë tjetër. Thot, kush është ai që dënon? A mund të dënohet përsëri ai që është drejtësuar përfundimisht? Përgjigjja në mënyrë interesante. Autori na jep të shtjelluar në disa detaje. Vini re pak, se shumë interesante. Thot, Krishti vdiq, u ngjall, është në të djathtë të Perëndisë, ndërhyn. Nuk thot, dëgjoj tani u mbyll çdo gjë, por na jep përgjigjen të argumentuar. Është një siguri që nuk do të dënohesh. Pse? Krishti Jezus, kush është ky? Është vetë Perëndia. Është vetë Perëndia që u bë njeri, personi i dytë i Trinisë së Shenjtë. Fjala vdiq për mëkatin, pagoi pagën e mëkatit që është vdekja. Klithi në fund fare Jezusi përfundoi aty në kryq. Fjala e fundit kur tha Zoti Jezus në kryq, e di çfarë ishte? U krye. Përfundoi. U pagua mëkati. Drejtësimi është deklaratë që tregon se nuk do të bësh më dënim. Je të çliruar nga dënimi dhe karakteri i Zotit është garantuesi më i madh për këtë gjë. Vjen edhe pasazhin tjetër thotë u ngjall. Nëse Jezusi nuk do të ishte ringjallur, ne ende thot Biblia do të ishim në mëkatet tona. Ku e dim ne se ai pagoi për mëkatet? Ringjallja e Krishtit. Ringjallja e Krishtit është siguria që mëkatet u paguan. Ringjallja vulosi, thot fjala e Zotit, se kjo është e vërtet. Pa ringjallje nuk ka siguri për drejtësim. Pa ringjalljen e Krishtit nuk ka mundësi që të jesh paguar mëkatet e tua. Ringjallja e Krishtit ndodhi për shkak të tregoj ty dhe mua që drejtësia u përmbush. Tek Romakët kapitulli 4, 25 thot, u ngjall për drejtësimin ton. Vdekja dhe ringjallja na çliroi nga këta 5 armiq, mëkati, djalli, ligji i Zotit sepse ishte kundër, vdekja, ferri. Ne kemi pjesëmarrje në çdo gjë që kaloi dhe vet Krishti. Dhe vini re pasazhin në fund ku thot në të djathtë të Perëndisë dhe ndërmjetëson. Fjala në të djathtë të Perëndisë tregon autoritetin që ka. Nuk është kushdo Krishti, është krau i Zotit, krau i djathtë i Perëndisë. Keni dëgjuar për shprehjen tu bë djali krah. Ky është e djathta ime. Këto janë shprehje figurative, jo se Sioni apo Noeli është krau im i djathtë, por tregon që ke një person tashmë aty. Dhe Biblia kur thotë që Krishti është ulur në të djathtë të Atit, na tregon që ringjallja nuk është fundi i historisë. Ringjallja e Krishtit nuk është e fundi, por pozita ku është Krishti tani është pjesë e vazhdimësisë së historisë. Që ta kuptosh do të thotë jesh në krahun e djathtë të Atit, ke nevojë të shkosh në dhjetën e vjetër, ku na tregon që një kryeprift, pasi kryente të gjitha flijimet për popullin e vet, shkonte në pranitë të Perëndisë dhe qëndronte dhe përfaqësonte. Gjithë autoriteti, tha Zoti Jezus, kur u ringjall në qiell dhe në tokë, më është dhënë mua, dhe ky qëndron në të djathtë të Atit. Dhe pasazhi i fundit që na flet te kjo pjesë është ndërhyn për ne. Si ndërhyn Zoti? Që për ringjalljes Krishti siguron për njerëzit që bleu me gjakun e tij përfitimin e përjetësisë me të.
Hebrejnë 7, 23, 25 na tregon çdo gjë që vjen nga Ati vjen përmes Birit, që Biri lartësohet. E keni menduar ndonjëherë kur thot Perëndia, kur thot vetë Zoti Jezus, çdo gjë që ti kërkoni Atit, kërkojani në emrin tim. Pse duhet ja kërkojmë në emrin e Jezusit? Sepse Jezusi është ndërmjetësi vetëm midis Perëndisë së shenjtë dhe njeriu mëkatar. Pa Krishtin nuk mund të shkosh dot tek Perëndia. Pa Krishtin nuk mund të përballesh dot me Perëndin. Pa Krishtin nuk ka shpëtim. Pa Krishtin ka vetëm zemërimin e Perëndisë. Që Biri të lartësohet. Hirë që të gjejmë në kohë nevoje, thot e Hebrejt, bekime shpirtërore në Krishtin. Fjala ndërhyr nuk është fjala e rëndomt. Të lutem o atë shpëtoj edhe këtë, të lutem shpëtoj edhe atë tjetrin, por prania e tij e vazhdueshme në qiell është deklarimi i qartë i blerjes tënde me gjakun e tij të çmuar. Sa madhështore është fjala e Zotit. Sa madhështore. Dhe dhënë Zotit kemi etje e dëshirë për ta njohur, për ta patur dhe për ta aplikuar në jetën tonë. Sa të bekuar që jemi. Le të lutemi. O Zot, është si qenie që jemi, edhe fjalën Zot nuk mundet të artikulojmë, nuk kemi të drejtë ta zëmë në gojë për shkak të rënjes, për shkak se ram nga lavdia që ti na vure, për shkak se që në çdo mendim, çdo dëshirë tonën ka një egoizëm të ndyrë, në çdo vepër tonë të mirë bie errë, thot Bibla, përpara teje. Dhe Zot, çfarë mund të themi vetë se të mund të rrim përpara pranisë tënde në heshtje dhe të shprehim një zemër mirënjohëse kashë teje. Na mëso Zot që ta jetojmë jetën si ty të pëlqen. Na mëso të mos vrapojmë thjesht në përditësinë tonë, për të rrëmbyer gjërat e çastit, të ardhmës sonë, të kujdesemi për gjërat e përditshmërisë. Patjetër që këto janë gjërat e nevojshme, por nuk janë arsyeja pse jetojmë. Por na mësoj që të kuptojmë që arsyeja pse ti na jep çdo ditë për të jetuar, ashtu siç na dhe privilegjin të çohemi sot dhe të jemi këtu dhe të vazhdojmë ditën sot, është që të njohim ty dhe të bëhemi të ngjashëm me Krishtin. Na mëso Zot mos tregojmë egoist të ndyrë të vegjël, por të shohim gjërat me këndvështrimin e përjetshmës, me këndvështrimin tënd, dhe na mëso që Krishti do të nderohet me mënyrën e të menduarit, të folurit, të vepruarit, të jetuarit, që aroma e Krishtit do të përhapet përmes nesh. Në emrin e çmuar të Cilit ne lutemi. Amen.